Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 31. Dita e fundit e këtij muaji, ku na mëson shumë gjëra dhe na përgatit për muajin që po vjen. Është periudha dhe koha mbi ndryshimet dhe mundësitë që jepen në lidhje me takimet, në lidhje me mundësitë dhe kohën e duhur në anën ekonomike. Megjithatë, ka të bëjnë shumë shenjat e zjarrit, ka të bëjnë shumë shenjat e ujit. Shenjat e ujit, nga njëra anë është mundësia dhe korektësia, në anën tjetër është disa vështirësi që ka të bëjnë, sepse jo për arsye ose për diçka që neve mund të themi në anën tjetër, por dita e martë, që është dita e marsit, dita e favorizimeve, e kuptimeve edhe e mundësive të arta që lidhen me financat, lidhen dhe me biznesin. Ndryshimi më i madh që vjen drejt jush, për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket udhëtimeve dhe mundësive të arta që vijnë. Duket se kjo ditë, duke pasur parasysh ndikimin e Mërkurit, ndikimin e Diellit dhe të Jupiterit, ku jep mundësitë në shenjat e zjarrit, pra dhe shenjat shenjat e zjarrit që është shenjës së dashit, është shenjës së luanëve dhe shenjës së shigjetarëve. U japin mundësi dhe kohë. Shenjat e ajrit kanë një ndikim shumë të madh, siç janë binjakët, peshorja dhe ujorët. Prandaj i bini pas për gjërat që do të bëni. Por para se fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros shkon atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që dëshironi, për gjërat që doni. Duke klikuar, atëre dhe pas bëni blerjen nga paketa që astrologo.al ofron dhe pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet tek emaili mund të dërgoni të dhënat tek sekretaria, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve, atëherë duke klikuar direkt tek ajo adres dhe atëherë mund të dërgoni mesazhet dhe për të marrë përgjigje në çdo aspekt. Në pyetje përgjigje në çdo të mërkur në orën 20:00. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet është në lidhje me sigurinë, lidhje me mundësitë që do të keni, mundësitë e arta do thosha unë, në fusha të ndryshme, sidomos për karrierë. Në çështjet e karrierës keni mundësinë dhe kohën e duhur të çështjes së dashit për të lidhur dhe për të vepruar në anën më të mirë, pozitivitetin tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshore, kanë bënë me bricap, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Periudha e shenjës së demit duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet korrespondon me ndryshimin dhe vazhdimsinë e jetës, të kohës, të mundësive të arta që keni, është mundësia më mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve ekonomike financiare, lidhjeve biznesi që ka të bëjë shumë në anën tjetër, por edhe momenti i duhur në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë parë, me ujor të 10 ditë tretë, që është perfektja dhe mundësi që keni në anën tuaj, sepse ka të bëjnë me ndryshim, ka të bëjnë me vendime mjaft të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me luan janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për sa përket binjakët duket se kjo periudhë vërtet është një periudhë që korrespondon me punën, me karrierën, me ndryshime të mëdha që keni. Këta janë ndryshime jo vetëm ndryshime për të kaluar kohën, por janë ndryshime për të ardhmen tuaj, sepse është një nga momentet më të mira të mundshme në lidhje me anën e financave, lidhje me ekonominë dhe biznesin, lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që ndodhin tek juve për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, sepse karriera është ajo që vërtet ka të bëjë shumë, vërtet lidhet me ndryshime shumë të mëdha që do të keni. Megjithatë, ka fillime dhe ndryshime shumë të mëdha në anën tuaj dhe ajo që do të keni, do të shkoni dhe vetë sepse duke zgjidhur disa probleme
të vogla në plan të parë, sepse keni dhe mundësit tjera që do të ndikojnë dhe emocione që juve keni. Por megjithatë, keni një anë pozitive të karrierës suaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe virgjëresh duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa i përket gaforeve, me qenë se gaforet në këtë periudhë kaq pozitive, kaq që i mundson disa gjëra që lidhet me anën e biznesit, lidhet me karrierën tuaj, lidhet me gjërat që ndryshojnë nga momenti në moment, arsye pune, arsye ndryshimi të biznesit tuaj, por gjithashtu është dhe një kohë që vërtet është mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse pozicionimi i planeteve ju ndihmon juve që të shikoni drejt për punën, për karrierën dhe për anën e pozitivitetit financiar të ekonomisë suaj. Megjithatë, kjo do të thotë një mundësi, kjo do të thotë lidhje me karrierën dhe periudhën kur ndodhin fenomenet, por është një moment tani mjaft surprizues për gaforët, sepse gaforët kanë anën ekonomike, kanë dhe biznesin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë tani në këtë periudhë është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sidomos lidhjet, bashkëpunimet, dashuria me vete, sepse me ujor dhe me akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanë të dashur, nëse keni pasur probleme në një të kaluar të afër, duke se tani e zgjidhni problemin tuaj për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që kanë ndodhur më përpara, kanë ndodhur për arsye të punës suaj, kanë ndodhur për arsye të disa ndryshimeve të një pasnjëshme ekonomike, financiare, biznesi, karriere, një nga momentet më të mira të mundshme që do të keni tani e tutje, do shikoni dhe vetë ju, pastaj do thoni me të vërtetë ju ka të drejtë për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që do të lidhen direkt me ekonominë, direkt me ndryshimin e madh që keni tani e tutje. Por gjithashtu tani kjo periudhë është mjaft e rëndësishme sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me disa zhvillime të papritura ekonomike, por është anën tuaj dhe i moment mjaft i mirë surprizues në punën tuaj tani, sepse puna juaj ka të bëjnë mjaft në lidhje me vendimet, lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë. Por mos u shqetësoni sepse kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive, është tepër korrekte në ekonomi dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, është mjaft pozitive dhe tepër ideale në anën tuaj. Por megjithatë, kjo periudhë është periudha që do të ndryshojnë dhe do të keni mundësinë për zgjidhur problematikat e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash, dhe me akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë virgjëresha. Për virgjëreshat tani në këtë periudhë janë në fakt të ndikuara për arsye të karrierës së tyre, sepse lidhet edhe me një takim që do të kenë tani. Ky takim mund të jetë problematik në një farë mënyre, por kjo periudhë ju mëson që juve të shikoni çfarë do të bëni në vazhdimsi. Dhe kjo është një ndikim mjaft i mirë në anën tuaj, mjaft i mirë në lidhje me biznesin, në lidhje me punën aktuale që keni, nëse keni një punë tani për tani, mundoni ta zgjidhni sepse ka gjithçka që mund lidhet me bisedime, ka lidhet me disa gjëra që tani për tani ka dhe mundësi të arta të tjera që do të shikoni vetë për sa i përket gjërave që do të keni, por mundoni që tani për tani mos i lini pas dore gjëra sepse është një kohë shumë e përshtatshme për stabilizime dhe për ndryshime. Në çështje që lidhen me anën ekonomike financiare janë me peshk dhe me shiketarët e diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket shenjës së peshoreve, meqense peshoret duket se tani në këtë periudhë juve i keni mundësit, por vallë a jeni gati të përgjigjeni mundësive edhe kohës së duhur në lidhje me takime pune, në lidhje me disa persona të tretë që do të bisedoni. Megjithatë, bisedime që bëni janë bisedime kalimtare, do të thosh në lidhje me punën tuaj, por megjithatë kjo periudhë është diçka ndryshe nga që prisni, ndryshe nga që dëshironi juve, por keni mundësi për zgjidhur çështje problematike, keni mundësi për të parë se çfarë do të bëni në ekonomi, në vazhdimsi,
korrektësi, një shumë korrekt me punën tuaj, por tani për tani, unë do t'ju thosha që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me biznesin, sepse me biznesin keni gjëra që do t'i shikoni dhe vetë ku gjërat të jenë në favorin tuaj dhe mundësi të arta që do të keni tani e tutje. Kjo do thot një mundësi e artë për lidhjet dhe zhvillimet e reja që do të keni. Por megjithatë, kjo periudhë është mjaft e mirë për juve. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem dhe me Peshë është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thot Akrepi. Për sa përket akrepëve, akrepët të duket se tani kanë kohën e tyre dhe momentin e duhur për zgjidhur çështje problematike në punë, në karrierë, në ndryshime, në vendime sidomos janë shumë të mira. Në lidhje me çështjet e dashurisë, duket se është me Dem të ditëshit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shigjetari. Për shigjetarët, në qoftë se shigjetarët tani e tutje duket se i kanë të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e tyre, në anën ekonomike financiare, në lidhje me gjëra të mëdha që do të keni tani e tutje, janë gjëra që do të shikoni, të ndryshoni në fushën e karrierës suaj, në fushën e dashurisë dhe të ekonomisë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Peshk dhe me Luan janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Bricjapi. Për sa përket Bricjapit duket se kjo periudhë është mjaft e mirë, një periudhë që vërtet ka të bëjë shumë me anën ekonomike, ka të bëjë shumë me disa takime. Janë takime që vërtet kanë mundësinë, vërtet kanë kohën dhe aftësinë për zgjidhur çështje problematike në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime shumë të mëdha. Kjo do të thotë u jep kohë dhe momente dhe të duhura që do të keni tani e tutje për sa përket stabilizimit dhe konkretizimit e një pune shumë të rëndësishme, sepse Bricjapët vërtet kanë mundësinë dhe kohën, por gjithashtu kanë dhe disa ndryshime shumë të mëdha në fushën e dashurisë, sidomos me Luan dhe me Dem. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e ujorit. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë të bëjnë shumë me disa vendime të rëndësishme, sidomos në bashkëpunime me peshore, me gafore kanë ndikime të mira, me Dem është pak me sybet të thosha unë, po koha është pozitive për arsye të bashkëpunimeve, sepse me Dem e prisni diçka, po është e realizueshme në anën tjetër. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me ujor të ditëshit të tretë është perfekt. Ja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë momentin dhe mundësinë e artë në disa takime dhe bisedime. Megjithëse këto bisedimet janë pak me sybet për arsye të punës, por jo diçka problematike për të shqetësuar, sepse nuk ka shqetësime. Shqetësimet janë anën tjetër për arsye të kohës suaj dhe të vendimeve që merrni, por unë do thosha juve i keni mundësitë për të zgjidhur ekonominë, për zgjidhur gjërat që juve keni në lidhje me takime pune, me vendime, me ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje, janë ndryshime shumë pozitive këto. Edhe pse ju duket pak e vështirë, por gjërat janë në anën tuaj, gjërat janë në lidhje me disa takime jo të rastësishme, por të suksesshme për ekonominë tuaj dhe për biznesin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me Binjak janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, këtij fund muaji, data 31 mars 2026. Pas të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Ros shkon atje. Atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketën tuaj në numrin për katës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë direkt në WhatsApp, në Viber, në Skype për të folur bashkë për gjithçka dëshironi, sepse duke dërguar tek sekretaria emailin tuaj, neve komunikojmë me juve. Por që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve, dhe doni të dërgoni mesazh, në kohën që jemi në pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. Ndiqni hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt përgjigje nga një rregull. Gjithë mirat.